Mirë se erdhët në bota e horoskopit. Sot do të zbulojmë së bashku horoskopin mujor për muajin gusht 2026 për të 12 shenjat e zodiakut. Një muaj i ri, sjell energji të reja, mundësi të reja dhe momente që mund të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë veten, marrëdhëniet tona dhe rrugën që po na ndjekim. Gushti sjell reflektime, ndryshime dhe vendime të rëndësishme për shumë prej shenjave. Dëgjoni me kujdes shenjën tuaj të zodiakut dhe mos harroni. Astrologjia është një udhëheqës për reflektim dhe argëtim, ndërsa zgjedhjet më të rëndësishme i bëjmë vetë. Nëse ju pëlqen kjo video, mos harroni të bëni subscribe, të lini komentin dhe të aktivizoni njoftimet për të mos humbur horoskopet e ardhshme nga bota e horoskopit. Le të fillojmë me shenjën e parë me dashin. Dashi. Gushti dash sjell një periudhë ndryshimesh dhe reflektimi. Mund të ndjesh nevojën për të rishikuar disa zgjedhje të kaluarës dhe për të kuptuar se cilat dëshira janë vërtet të tuat. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi i harmonisë. Beqarët mund të kenë njohje interesante që fillon papritur. Në punë, durimi dhe planifikimi do të sjellin rezultatet më të mira se sa nxitimi. Kujdes me lodhjen dhe merrni kohë për veten. Demi. Ky muaj sjell më shumë stabilitet dhe mundësi për të ndërtuar diçka të qëndrueshme dem. Gushti është i favorshëm për financat, organizimin dhe vendosjen e qëllimeve të reja. Në dashuri, marrëdhëniet mund të thellohen përmes besimit dhe kujdesit. Nëse je beqar, dikush mund të të afrohet me qëllime serioze. Mos u kap pas së kaluarës, hapësira për të ren është shumë e shëndetshme dem. Binjakët. Gushti sjell energji të fortë sociale për binjakët. Do të kesh më shumë dëshirë për të komunikuar, udhëtuar dhe mësuar gjëra të reja. Në karrierë mund të shfaqen ide interesante, por mos u shpërnda më shumë drejtime njëherësh. Në dashuri, sinqeriteti do të shmang keqkuptimet. Një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë rrjedhën e një marrëdhënieje binjak. Gafore. Gushti është muaj emocional dhe i rëndësishëm për ju. Do të kërkoni më shumë siguri dhe qetësi në jetën personale. Marrëdhëniet familjare dhe romantike marrin vëmendje të veçantë. Në punë mund të kesh mundësi për të treguar aftësitë e tua, sidomos nëse punon me kreativitet. Mos harro të kujdesesh edhe për nevojat e tua, jo vetëm për të tjerët. Luani. Ky është muaji yt për të shkëlqyer Luan. Gushti të sjell më shumë vetbesim, energji dhe dëshirë për të filluar projekte të reja. Në dashuri mund të përjetosh momente pasionante, por duhet të shmangësh krenarinë e tepërt. Në karrierë, aftësitë e tua mund të vijnë re nga njerëzit e duhur. Beso tek vetja, por dëgjoj edhe këshillat e të tjerëve Luan. Virgjëresha. Gushti të fton të ngadalësosh ritmin dhe të organizosh jetën tënde virgjëresh. Mund të ndjesh nevojën për të mbyllur disa kapitull të vjetër dhe për të krijuar një rutinë më të shëndetshme. Në dashuri, qartësia emocionale do të jetë shumë e rëndësishme. Në punë, përkushtimi yt do të shpërblehet. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka, ndonjëherë gjërat ecin më mirë kur i lejon të rrjedhin natyrshëm virgjëresh. Peshorja. Gushti sjell mundësi të reja sociale dhe profesionale për peshoren. Mund të takosh njerëz që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tënde peshore. Në dashuri kërkohet ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr. Beqarët mund të kenë një takim interesant përmes shoqërisë ose aktiviteteve të reja. Ky muaj të mëson të vendosësh kufi dhe të zgjedhësh atë që të sjellë në paqe. Akrepi. Për akrepin, gushti është muaj transformimi. Do të ndjesh dëshirën për të ndryshuar diçka të rëndësishme në jetën tënde akrep. Në karrierë mund të shfaqet një mundësi për rritje, por duhet të veprosh me strategji. Në dashuri, emocionet do të jenë të forta dhe marrëdhëniet sipërfaqësore mund të mos të kënaqin më. Dëgjoj intuitën tënde akrep. Shigjetari. Gushti sjell aventurë dhe dëshirë për zgjerim shigjetar. Mund të mendosh për udhëtime, studime ose një ndryshim që hap horizonte të reja. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë më shumë afërsi. Në punë mos ke frikë të provosh diçka ndryshe. Ky muaj të kujton se rritja vjen kur del nga zona e rehatisë. Bricjapi. Gushti kërkon seriozitet dhe përqendrim. Është një periudhë e mirë për financat, planet afatgjata dhe ndërtimin e sigurisë. Në dashuri duhet të shprehësh më shumë emocionet dhe të mos mbash gjithçka brenda. Nëse ke pasur pengesa, ky muaj sjell mundësi për t'i kapërcyer me durim. Ujor. Gushti sjell ndryshime dhe ide të reja për ju. Mund të ndjesh dëshirën për më shumë liri dhe për të bërë gjërat sipas mënyrës tënde. Në marrëdhënie, sinqeriteti do të jetë shumë i rëndësishëm. Në karrierë, një ide kreative mund të të hapë një derë të re. Mos ke frikë të bësh ndryshime. Peshqit.
Gushti është muaj intuitiv dhe emocional për ju peshq. Do të jesh më i lidhur me ndjenjat dhe ëndrat e tua. Në dashuri mund të ketë afrim të bukur dhe shërim emocional. Në punë, përqendrimi dhe besimi tek vetja do të sjellin përparim. Kushto rëndësi pushimit dhe energjisë tënde personale peshq. Ky ishte horoskopi mujor për muajin gusht 2026 për 12 shenjat e zodiakut. Shpresojmë që ky muaj t'ju sjell fat, qetësi, dashuri dhe shumë momente të bukura. Mbani mend, yjet mund të na japin ide dhe frymëzim, por fuqia për të krijuar të ardhmen tonë është gjithmonë në duart tona. Nëse ju pëlqen kjo video, na mbështesni duke bërë subscribe, duke shpërndar videon me miqtë tuaj dhe duke na shkruar në komente cila është shenja juaj e zodiakut dhe çfarë prisni nga muaji i gusht. Faleminderit që ishit me ne në bota e horoskopit. Ju uroj një muaj plot energji pozitive, dashuri dhe bekime.